dhe do të pajisen banesat në qasje në ngrohje publike. Doktor Sulejman Meholli, kryetari i arshëm i Vushtrisë, para juve. Mirëmbrëma gjithëve të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, shumë i dashur dhe i nderuar kryeministër, zotëri Albin Kurti, lejoni që t'ju përcjell përshëndetjet më të përzemërta të qytetit të lartësisë dhe historisë Vushtrisë që në këtë fazë të zgjedhjeve pra në rundin e dytë në ballotazh ka trazuar gjithë skenën politike të Kosovës, sepse siç e thatë edhe ju, kemi arritur koalicionin e fitores dhe të ndryshimit në Vushtri, prandaj ja ka arrit edhe tensionin edhe panikun. E padyshim që pjesë e falënderimit për këtë marrëveshje të fitores jeni dhe ju, që si në asnjë komunë tjetër na keni asistuar për të bërë bashkë për ndryshimin e madh në Vushtri. Të dashur qytetar e veçanërisht banor të dashur vendas të mi të Vushtrisë, me 9 nëntor 2025 në flet votim kemi vetëm 2 opsione. Opsionin e ndryshimit me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje bashkë me partnerët e koalicionit dhe opsionin e atyre që duan Vushtrin ta sundojnë e jo ta qeverisin. Me qeverisjen tonë, Vushtrin e zhvillojmë e përparojmë, i kthejmë shpresën dhe dinitetin, i kthejmë vendimarrjen qytetarëve të Vushtrisë dhe sigurojmë projektet e mëdha e bazike që Vushtrisë i mungojnë tash 26 vite. Në 4 vite qeverisjes tonë, bashkë me zotimin e kryeministrit për mbështetje, ne sigurojmë ujin e pijes në çdo lokalitet komunës Vushtrisë, sigurojmë stacionin e autobusëve, transportin publik në urban dhe ndërurban, sigurojmë parkun e qytetit në sipërfaqe prej 2 hektarësh, sigurojmë transportin falas për krejt nxënësit e shkollave të mesme të larta të komunës Vushtrisë, sigurojmë shujta e mësim gjithditor për nxënësit e shkollave të Vushtrisë, sigurojmë shëndetësi me shumë shërbime e analiza shtesë që këta i kanë kufizuar në 4 vitet e fundit, sigurojmë qendrën e zejtarëve dhe tregtarëve tradicional të Vushtrisë që do të bëj Vushtrin me një qendër qysh i ka hije që përfaqëson vlerat e traditës dhe historisë, sigurojmë lidhjen e Artakollit me Vushtrin përmes rrugës Novolan Vushtri, sigurojmë edhe shumë projekte bashkë edhe me partnerët tonë, shtesim bizneset dhe ekonominë, shtesim zhvillimin përmes funksionalizimit të zonës ekonomike në Lumadh, sigurojmë gjithë transparencë dhe përfshirje të qytetarëve në vendimarrje dhe në qeveri. I nderuar kryeministër, të falenderoj që ke dash shumë buxhet për Vushtrin, por ndihemi keq që ato miliona kanë përfunduar në gjithë llogaritë e oligarkëve në Skenderaj, prandaj me ne në qeverisje buxhetin që na ndon ti do t'i shërbej Vushtrisë e punësimit e zhvillimit Vushtrit. Ju faleminderit gjithëve nga zemra, na priftë e mora, atyre që provojnë, na kërcënojnë e friksojnë, nuk mund na të ndosin drejt fitores. Faleminderit. Për tension të nalt, sylti je vetë doktor. A për panik të përhapur, i ki 4 vjetë mja u hje krejt, jo të gjithve po secilit për tyre për të mirën e vetë atyne. Të dashur qytetar, nga Vushtria shkojmë te Fush Kosova e Valon Prebrezës.
Fush Kosova është tash thuajse e bashkuar me Prishtinën, por qeverisjet lokale deri më sot kanë krijuar atje një kaos urban, pa shërbime publike dhe infrastrukturë të nevojshme. Me Valon Prebrezën, i cili është dëshmuar si menaxher i aftë dhe drejtues i pa korruptuar, ne do të sjellim frym urbane e funksionale dhe zhvillim modern për të gjithë për Fush Kosovën. E nga ana e qeverisë sonë, zotohemi se do të financojmë dhe do të zbatojmë me shpejtësi infrastrukturën dhe impjantin për kogenerimin dhe ngrohtorën e qytetit. Prishtina e ka, duhet ta ketë edhe Fush Kosova dhe me Valon Prebrezën shumë shpejt do ta ketë. Valon Prebreza, kryetari i ardhshëm i Fush Kosovës. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar kandidat për kryetar komuna, të nderuar qytetarë. Fush Kosova është gati për një kapitull të ri. Me 12 tetor, qytetarët e Fush Kosovës na dhanë besimin dhe ky besim është forcë për neve që në ballotazhin që do të hyjmë tani ta fitojmë bindshëm dhe ta bëjmë ndryshimin e madh historik. Sa i përket projekteve, projektet që kam i nisë hajra në Prishtinë nuk mundën pa përfshirë Fush Kosovën. Unoza e qytetit kalon ka Fush Kosova. Po ashtu, lidhja do tjetë Prishtinë, Fush Kosovë dhe Obiliq. Të 3 komuna do t'jenë projektet përbashkëta, duke shtuar të gjitha projektet që i kemi në plan programin tonë për komunën tonë e veçanti. Fitoria është e jonja, fitoria është e qytetarëve, fitoria është e Fush Kosovës. Andaj, me 9 nëntor do të festojmë bashkë. Faleminderit. Nga Fush Kosova, shkojmë në komunën Fqinje, në Obiliq, qyteti të cilin ne e duam dhe e thrasim Kastriot. Atje prodhohet energjia me cilën nxehet e gjithë Kosova. Por fatkeqësisht Kastrioti që jep ngrohje për gjithë Kosovën nuk ka ngrohje qendrore për vete. E pra dashur banor të Kastriotit, nëse doni që Obiliqi të bëhet përfundimisht Kastriot dhe nëse dëshironi të shihni të realizuar projektin e ngrohjes qendrore, ju e dini adresën Halil Thaçi, një njeri vendosur, shumë punëtor, e që nuk tutet, e që nuk heziton, e që nuk vjedh, por veç se punon, shërben e kontribon. Me Halilin kryetar, e me qeverisjen tonë qendrore, ngrohja qendrore e Obiliqit do të jetë prioritet lehtësisht i realizueshëm. E ftoj Halilin që t'ju drejtohet juve të nderuar pjesëmarrësit.